ndodhë saksisht me 28 qershor, zotëria Janjić? Për 28 qershor në Beograd do të jetë një protesta shumë të maj madhë do me thonë, do të nënkupton regjimi mafiash i Beogradit edhe përgjithsin për krimet edhe kërkesat të shkohet në zgjedhje të përgjithshme parlamentare. Atë kërkes nuk po presit askush që ta realizon, po duhet të tregohet rezistenca të cilën Vučići e ndërton me përkrahje të pjesës së Bashkisë Ndërkombëtare, ta them të thehet ajo rezistence Vučići mund të matë në pushtet edhe në këtë mënyrë të manipulonte me krime në Kosovë, derisa ekzistojnë ata cilët ja lejojnë edhe në Komisionin Evropian edhe për shembull në gjykata. Të them një herë hapur, në këto Pite Sorensen ato vite ka qenë në UNMIK. Ajo është ajnë nga ata cilë të din e mund të arsyeton se ato gjykime i keni kaluar në organet Kosovës edhe nuk i keni po me ad hoc mekanizme. Se keni aktivuar ad hoc mekanizm për krimet nga 2000-2001, tani po përgjigjet edhe një pjesë prirësve shqiptarës.